Policia e Elbasanit ka arrestuar në flagrancë 3 shtetase kolumbiane të cilat ushtronin prostitucion në 2 apartamente në qytetin e Elbasanit. Arrestimet u krye në përfundim të operacionit policor të koduar Tranzit, i zhvilluar nga seksioni për hetimin e trafiqeve në bashkëpunim me seksionin për mbështetje operacionale në drejtimin e prokurorisë. Në pranga u vun shtetase DP 20 vjeçe, DM 18 vjeçe dhe JD 34 vjeçe, të treja shtetase kolumbiane të dyshuara për veprën penale prostitucioni. Sipas hetimeve, ato kontaktonin klientët përmes faqeve në internet dhe ushtronin aktivitetin e palishëm në 2 apartamente të marra me qera në qytet. Gjithashtu, u procedua penalisht në gjendje të lirë shtetësja MJ 34 vjeçe, pronare e njërit prej apartamenteve për veprën penale, mbajtja e ambienteve për prostitucion. Gjatë kontrolleve në ambientet ku ushtrohej veprimtaria e palishme, policia sekuestroi shumë parash në valuta të ndryshme të dyshuara të përfituara nga prostitucioni, si dhe celular dhe dokumente identifikimi.